duket sikur kërkojnë që të amnistojnë pikërisht personat që vetë kanë akuzuar dhe dënuar. Jo vetëm akuzuar, por edhe dënuar. Pra dhe po këta tashmë... Kush janë këta persona? Po ja pra, pikërisht po këta, Agron Shehaj, po i marë pra, ky është mendimi pra që gjitha këto partit do duhen tashmë të kenë këtë aksion opozitar që edhe nëse ka marrë ato 10 vote, i ka marrë pikërisht mbi bazën e diskursit publik që kanë pasur në kuptimin e qëndrimit që kanë pasur anti-establishment, po ta themi troshmë, anti-Berish, anti-Ram. Pra, kjo ka qenë dhe atë fet votës që kanë pikërisht nga kjo lloj narrative. Tani, pjesa tjetër më pas që shiko se kemi një armik shumë herë më të madh, ne duhet jemi këtu bashkë etj duke bërë këto, unë kemi diferenca po nuk bën absolutisht asnjë gjë. Me datë lëvizje politike e rëndësishme. Sepse një nga dështimet e zotit Berisha ishte pafuqia e tij për ta bashkuar opozitën. A nuk është një moment për ta bashkuar opozitën? Sepse diskutojmë. E para kishte një gjë. Në rastin konkret Sali Berisha bëri ç'është mundur që nuk është hera parë që e bën madje edhe Basha, që në listën e mbyllur të fus disa persona të cilët gjithmonë e ka bërë, të cilët nuk kanë vota, janë vetëm kryetar partije, të cilët janë aty, madje disa sapo bëhen deputet ikin direkt, nuk janë as në rresht të paktën. Dhe ndërkohë, që nëse do të ishte kështu, mund të kërkonte një tentativë që ta bënte, po themi këtë lloj bashkimi përpara zgjedhjeve me ata të cilët kishin vota, që dolë që kishin vota. Pra, shiko, këto partitë e vogla që kanë marrë 200.000 vota, nuk janë pak. Jo, e qartë. Pra, nëse një parti me 70.000 vota, unë besoj që... Ftesën e kanë patur edhe në tani një parti që me 70.000 vota dhe një parti tjetër që ti e ke vendosur në, po themi në listë të sigurt, kryetarin e partisë dhe nuk ka marrë 700 vota, unë besoj që unë do zgjidhet të parë, të paktën kalkulimi politik. Tani më që Berisha e kuptoi këtë, ka vendosur të bëjë televizje. Kalkulimi politik elektoral është ky. Pastaj pjesa tjetër, tani unë nuk besoj, këta u ndan pikërisht sepse kanë një ndarje tjetër, nuk është se kanë një ndarje, po themi, edhe se në Shqipëri nuk përfitet më për ideologji, ndoshta jo vetëm Shqipëri, po të paktën këtu në aspektin kryesor këta e kanë ngritur kauzën e vet, mënyrë se si i qasen, po themi, publikut edhe elektoratit. Ashtu si zoti Lapaj, ashtu çdo lloj bashkimi, po themi thjesht mekanik i tyre nuk sjell asgjë për opozitën, për mendimin tim. A duam thjesht të kemi si po themi si klon, të kemi aty thjesht për t'i parë që do vendosim aty në ballë, t'i bëjmë një foto, nuk bëjmë absolutisht asgjë. Kësaj opozite i mungojnë 200-300.000 vota reale që të bëhet majorancë, të cilët nuk kanë lidhje me anën partijake, me besoni këtë. Ato njerëz që Sali Berisha i ka do t'i ketë gjithmonë, derisa Zoti t'i japi jetë. Ma beso këtë. Problemi nuk është, edhe gjithë këto protesta, nuk janë protesta popullore, janë protest partijake. Organizohet partia në gjitha mënyrat, duke i marrë me autobus, duke i si në Tiranë, duke bërë. Protest normale është ajo që është ditë në hënë aty. Aty ditë në hënë, tamam si një, po themi gjysmë dasme. Kupton? Që bëhet, normale. Aq janë. Pjesa tjetër kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm dhe janë të gjithë antar partie, kur them antar nuk them që janë me test, po themi janë simpatizantë, janë njerëz që votojnë partinë demokratike, por janë kryesisht partijak. Revolta, reagimi popullor është një gjë tjetër më. Madje njerëzit vjen edhe pa i kërkuar ti, po minimalisht kur i kërkon ato do të ishin aty, nëse realisht do të përqafonin pikërisht të kaos që do duhet ikë ky dhe do të vi ky. Mendoj dhe gjykoj që njerëzit pikërisht këtë kanë, që duhet ikë ky, po edhe ky s'do të vi. Kaq. Ka të kthuvi, si e shikon këtë lëvizje të Berishës, sepse kjo është e reja që pritet të ndodhë. Pra, bashkimi Sali Berishës me Adriatik Lapajn në datën 10 përmes një çadre, siç e tha përvarimi, apo qoftë përmes ju s'u kanë ftuar për këtë modeli nuk i quajnë fare. Pra, si e shikon këtë lëvizje të Berishës, çfarë mendon se do të prodhojë në kuadrin e lëvizjeve të tjera, sepse në momenti që mund ndodhë kjo, çfarë do të ndodhë me partitë e tjera të vogla që nuk do t'i bashkohen kësaj iniciative? Te parë punës Berisha nuk ka, Berisha kërkon gjithmonë vasal. Të jemi të qartë në këtë pjesë.
Po të kthehesh një sekond mbrapa në kodët, shikosh atë tryezën e famshme të opozitës, cilën do diskutoj për kodin zgjedhor. Është tryeza vasalëve. Dhe vasalët janë gjithë ato që Sali Berisha sa që i duan, i merr dhe i fut listat për kandidat për deputet, listat e koalicioneve zgjedhore, etj. Që pranojnë çdo marrëveshje që ofron PD-ja, pafundësisht. Nga kjo listë e vasalëve dolën disa që nuk kishin vasal Sali Berishës dhe nuk pranuan të mblidheshin në një koalicion me të në zgjedhjen 11 maj. Shpyetja që kam unë është çka ka ndryshuar nga 11 maj deri në sot? Se ka një votat. Ka lexuar rezultatin e zgjedhjeve në kuptimin e mbështetjes elektorale. Okej. Që do të thotë bashkimi është rreth kujt apo rreth çfarë ideje? Kush ideja që e prodhon bashkimin? Pragmatizëm politik, me që kemi vota ai të bëjmë bashkë, se vetëm duhen edhe votat. A duan edhe votat. Secila nga palët ka shpallur qëndrimin ose palët kanë shpallur qëndrimet e tyre në raport me kauzat ndryshme. Këto palët a u futën në zgjedhjet lokale? Nuk u futën, u futën. Të zgjedhjet lokale pjesëshme po thua. Të zgjedhjet pjesëshme lokale. Po. Nice, se mos të derivoj nga e para punës, më thon dy gjëra. Më thon protestat, sa ko që janë protesta politike, do ndjekin njëjtin fat që ndodhi Çadra e Ramos në vitin 2011 kur u ngujua para parlamentit dhe bëri dhe grevurie. Zero produkt. Njëti produkt që pati dhe Çadra e Lulzim Bashës. Ja vendosëm të, e ke gabim. Po, më fal. Drejtori në OSHE-s, TKMT-s. Po. Ministrin e Brendshëm. Po që kjo është lëvizje bosh. Zero produkt. Jo, i ka paca produkte, po fare, as një produkt. Kuptimin e armiqve politik, po gjithsesi. Redi. Historia është shumë e thjeshtë. Nuk ka asnjë rast të vetëm, hajde merr Shqipërinë 35 vjet, po merr dhe gjithë Ballkanin po duash ti, në cilin një parti politike ka çeduar ndaj kërkesave të një partie politike tjetër. Partitë politike kanë fush betejën e tyre në zgjedhje, nuk kanë fush betejën e tyre në rrugë. Asnjë qeveri që është pjesë e një partie politike apo që mbahet në këmbë e një partie politike nuk do të rrotëzohet për shkak se një parti tjetër politike bën protesta. Sa do të gjata të jenë këto protesta. Sali Berisha ka demonstruar i pari që e lajti Ramës të ngujohej. Cilat janë prapaskenat e kësaj proteste? Asgjë më, prapaskena është shumë e thjeshtë. Ti ku ti duhet dalë nga ky ngërçi ku është futur, se nuk është problemi të futesh çadër, problemi është të dalësh. Adriatik Lapaj është partia ndër partitë e vogla, e kam fjalën, përveç PS-s dhe PD-s, partia më e votuar e atij që konsiderohet një politret, po them unë. Nuk është thjesht Adriatiku, është njeri që ka marrë mbi 70.000 vota. Njeri apo parti? Parti, parti. Ajo parti është gjithsesi është debat tjetër. Është po prap njeriu. Problemi është shumë i thjeshtë, ti nuk është problem të ngujohesh më. Se për të ngujuar, ka merr një karrike, vati në bulevard dhe u ngujove. Problemi është të dalësh nga ngujimi. Dhe problemi është kur ti ngujohesh me një kërkesë si qeveria teknike, qoftë ai tjetri nuk ta jep qeverinë teknike, ç'do bësh? Sa do të zgjas ngujimi? Si kjo është pyetja e madhe. U ngujove, më shkuan këta zotëri dhe u ngujove në 10 shkurt. Po pse themi që është Adriatiku, fjala vjen që do të dali dhe pse nuk themi që është Partia Demokratike që ka nevojë për një model si Adriatiku? Absolutisht me vel, po Partia Demokratike ka kaluar modelin e Adriatikut. E ka bërë këtë modelin dhe ky modeli nuk i prodhoi gjë. Ky ngujimi në bulevard, u ngujuan 3 muaj në bulevard demokratët në 2017 dhe nuk prodhoi asgjë. Më duket Berisha nga ata që bën këtë vetëm për të shpëtuar Adriatikun. Jo, më nuk e bëjoj. Po jo, më zoti, nuk është ky objektivi i Berishës. Po këto duhet lexojmë pra. Ja ta them për mendimin tim kush është objektivi i Berishës. Objektivi i Berishës është dy kafsh. Objektivi i parë është të mbaj simpatizantët dhe anëtarët e Partisë Demokratike të mbledhur grusht rreth partisë sa kohë do të shkohet në zgjedhjet e brendshme të partisë. Ky është objektivi që ka Berisha. Berisha ka një objektiv. Zgjedhjet janë në prill. Objektivi që ka Berisha shumë i thjeshtë. Deri në prill ai të jetë zëri unik, i fortë, i vetëm, kandidati i vetëm për kryetar partie, për kryeminist, për gjithçka. Ti vetëm Berisha. Do të mos lejojë që të krijojnë rivalitete brenda partisë. Ky është objektivi që ka Berisha. Ky është objektivi primar. Objektivi sekondar është duke u futur një në çadër me Adriatikun e përthith. Sepse kauza që kishin partitë e reja në zgjedhje ishte që ky sistem mbahet në këmbë nga PD-ja dhe PS-ja. Dhe nëse ti do bësh me një nga ato dy parti, ti je bërë pjesë e sistemit. Pra PD, një nga objektivat është edhe që të neutralizojë Lapajn si objektivi i PD-s afatgjat është shumë i thjeshtë. Ti nuk mund të kesh konkurrent brenda fushës tënde të lojës. Dhe fusha jote e lojës janë votat që nuk shkojnë për maxhorancën.
Kjo është fush betejë ku secila nga partitë tenton të ruajë pjesën e vet më të madhe. Dhe partitë e vogla këtë pjesë bëjnë, tentojnë të forcojnë pozitat e veta dhe të ruajnë apo të zerojnë atë elektorat që patën në 11 maj. Çështja është që elektorati 11 majit i PD-s është ndryshe nga elektorati 11 majit i partive të vogla. Janë diametralisht kundërt. Janë dy elektorate që nuk mund të bashkëekzistojnë qoftë dhe nën idenë e rrëzimit të Ramës. Dhe problemi tjetër është që opozita nuk tregon asnjë, nuk inspiron më saktë, se tregon është nuk inspiron asnjë fije shprese që vërtet mund ta rrëzojnë Ramën. Sepse nuk është kjo rruga për të rrëzuar Ramën. Që të jemi të qartë. Teorikisht ka dy rrugë për të rrëzuar qeverinë. Teorikisht. Rruga e parë është nëpërmjet rrugës, rruga e dytë është nëpërmjet institucionit. Institucioni që ku ti duhet kalosh për të rrëzuar Ramën është Parlamenti i Shqipërisë. Dhe ty në Parlamentin e Shqipërisë të duhen 71 vota. Rruga nuk ka prodhuar kur një rrëzim qeverie e Shqipërisë. Në asnjë rast. Jam dakord. E kemi provuar në 2003 me protesta më të mëdha që ka bërë ndonjëherë PD-ja në 35 vite histori, nuk ka pas protesta më të mëdha se 2003 në Shqipëri. Megjithatë, fatos në anën mbetin kryeministët deri në 2005. Që do të thotë, ty rruga nuk të ka prodhuar kur cedim të qeverisë. Të qeveria në anë ora për shkaqe të brendshme PS-s, po kur për shkak të presionit që ushtron të PD-ja. Çka tregon që vetmja rrugë reale që ti ke për të rrëzuar Ramën është Parlamenti i Republikës së Shqipërisë dhe krijimi i fraksioneve apo i çarjeve brenda PS-s. Dhe që ta bësh këtë ka një rrugë shumë të thjeshtë. Zoti Berisha duhet dilte në foltore dhe të thoshte që të gjitha votat e opozitës dhe këtu duhet ta bënte bashkë me partitë e tjera të vogla, të gjitha votat, 54 vota që ka opozita në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, do t'i ofrohen të pakushzuara kujdo fraksionit Partisë Socialiste që do të rrëzojë deri Ramën. Dhe ti e detyron Partisë Socialiste që të gjejë 17 vota për të krijuar një shumicë tjetër qeverisë pa Ramën. Po kjo është formula për të rrëzuar Ramën. Po jevi formulë. Kjo formula e protestës rrugës është mbështetja më e mirë që jepet Ramës për të qëndruar pafundësisht në qeveri. Kjo është në këshill falas, po. Arber. Duhen vesh ta dëgjuar. Si e shikon çfarë do të prodhojë ky bashkim? E para punës është një bashkim modest, nuk është bashkim me një parti të madhe, siç mund të ishte LSI-ja në kohën e saj, që ishte me 4 mandate, kishte struktura në terren. Flasim për një parti me një kryetar që për hiç kryetare nuk ka njerëz të tjerë që njihen, pra nuk dihet kush janë. Mund njohim ne që merremi me këtë punë, një dy figura, po ishte një parti që një pjesë suksesit e kishte edhe Prendi Shabanit. Edhe mos harroni një gjë, në teoritë politike, partitë e reja nuk e kanë një elektorat stabil, përsa nuk e kanë qasje ideologjike. Pra kush është qasje ideologjike për taksat, kush është qasje ideologjike për shtesat nevojë e lëvizjes Shqipëria bëhet. Pra është një parti që është bazuar në një populizëm të liderit të saj, bëri diku dhe karizmatik, po kaq. Nuk është një parti që përfaqëson për shembull ambientalistët. Nuk është një parti agrar ambientaliste që ka çështjen e fermerëve. Pra është një parti ideologjikisht që nuk ka ndjekësit e saj. Që do thotë një parti e vogël që të rritet akoma më shumë. Jashtë politike që merr 70.000 vota. Një parti e vogël. Po, janë votat pa kënaqësh. Bravo. Pra një parti e vogël që të rritet akoma më shumë në zgjedhjet e ardhshme duhet që të kishte më e pakta struktura dhe më e dyta të kishte edhe shtrirje në të gjithë vendin. Dhe e treta të kishte kauza që i kishte mbështetur gjithë të kohë. Kauza tani. Jo, po prit pak. Kauza kryesore. Që ka një parti e vogël, ja plotson, nuk ja plotson nëpërmjet strukturave që ka. PS-ja ja merr. Nuk ja plotson. PS-ja ja merr dhe i fut në sjetull. PD-ja fal. Pra PD-ja se PS-ja i ofroi dhe zonës kryeministrin dhe Lapaj nuk e pranoi, por pranon që të jetë antar i kryesisë të PD-s, por jo që të jetë pushtet. Edhe kjo është diskutim. Po gjithsesi, që të mbash një parti politike nuk është e lehtë. Dhe partitë e reja që të vënë nga një mandat që morën në zgjedhjet e kaluara, të vënë në 4, në 5 mandate, do të jenë shumë konsistent. Në momentin që shkrihet me një parti si Partia Demokratike, që është në hallin e saj dhe i duhet shfaqë lloj vote, automatikisht i ka rënë kauza që është kundër sistemit një herë. Dhe unë besoj që votat më shumë i ka marrë sepse ishte një parti kundër sistemit, sesa kishte qasje ideologjike, që do thotë automatikisht 70.000 vota është e pamundur që t'i marrë që në momentin që ata futen në sqetullin e PD-s. Iku diskutimi i Lapajt, sepse për mua është një diskutim shumë minor për një parti që do të vinë në pushtet, edhe sikur t'i marrë ato 70.000 vota, edhe pse besoj që nuk do t'i marrë. Objektivat e Berishës me këto Tani un kam tezën time, mbarova, kam tezën time. Duke qenë që zoti Berisha nuk do të bëj ndryshime
në parti, duke që zoti Berisha nuk do që t'i japi Partisë Demokratike një hapje të madhe që duhet ishte në qeverisjen e Partisë Demokratike prill 2026, prill 2030, sepse në prill do vendoset kush do jetë qeverisja e PD-s, kryesia, këshilli kombëtar e të tjerë. Zoti Berisha po bën këtë aksion radikal për të përcjell tension, për shkaktuar tension, debat, që të nesër ta ketë më të lehtë që krahu radikal që ka në krah dhe ka pasur gjithkohës mbështetje, ta ketë në struktura drejtuese të PD-s. Sepse kjo është vetëm mënyrë që ai të justifikojë të qenurit e tyre përsëri në strukturat e PD-s. Çfarë justifikimi tjetër do ketë kur ata janë humbsa, janë ekipi që ka pasur zoti Basha 2021, një pjesë prej tyre, i kishte zoti Berisha 2025 dhe qëllimi i tij i fshehur mendoj unë nuk është për të rrëzuar Ramën. Rrëzimi i qeverisë është një proces i gjatë që fillon që në momentin që ti del në opozit në zgjedhjet e kaluara dhe zgjat derisa mbahen zgjedhjet. Pra nuk është ndodhi një ditë edhe ti e largove. Ndodhi ose një muaj, 2 muaj ti e largove, nuk e largon dot ashtu. Koha ka treguar. Dhe mbi gjitha një manual ka Partia Demokratike se si fitojnë zgjedhjet lokale, sepse përballja e ardhshme do të zgjedhjet lokale të 2027-s. Janë zgjedhjet lokale që kanë ndodhur në 2011-ën. Edhe zgjedhjet lokale 2011-s pse i fitoi Partia Demokratike? Përveç strukturave qeverisjes e tjerë, Partia Socialiste bëri një protestë të dhunshme. Një protestë ku vran 4 veta, që u vran nga Garda e Republikës, me urdhër pa urdhër mbetet për të sqaruar, por qytetarët ta dhanë mesazhin, çfarë nuk duan. Ndoshta nuk ta dhanë mesazhin çfarë duan, por ata e dinë, Tirana e di se çfarë nuk do. Nuk e do dhunën, nuk e do përplasjen. Automatikisht radikalizimi, kthem te teza ime që bën zoti Berisha e bën pikërisht për skifterët e tij politik, fajkojnë e tij politik që ka atje, ti ketë përsëri postë drejtuese. Avokat që ta për ta përfunduar të po. pjesën, mendoj dhe gjykoj që objektivi kryesor fatikisht që ka zoti Berisha, dhe them me bindje këtë, është thjesht për të sankcionuar, për të konsoliduar në mënyrë përfundimtare, ashtu siç ka bërë në gjithë këto vite, pushtetin e opozitës. Ka dhe një pushtet që është në majorancë. Pushtetin e tij brenda opozitës, po Ka jo. Pushteti i opozitës është institucion në vete, shumë rëndësishëm atje. Madje ka shumë njerëz që po themi e shikojnë shumë më të rëndësishëm dhe më pak përgjegjësi që të jenë te ky pushteti i opozitës se sa të jenë në pjesën e vendimarrjes. Dhe ma beso këtë. Pra, të ruash, po themi, domenin e pushtetit opozitës është një objektiv më vete, që unë besoj që po i del më së miri, fatikisht për ta bërë gjë të tillë. Pra, tashmë e kemi të përcaktuar, nuk kemi çfarë të bëjmë njishit në këtë vend, po jemi duke parë kush është dyshi. Pra, kush do jetë në vend të parë, kush do jetë në vend të dytë, dhe aty kur i duan, ato pazarat e veta fatikisht ato i bëjnë. Dhe me anë të kësaj situate, po themi, ose të tyre protestave, ose këtyre më shumë këta janë protesta, por të mbyll, po themi, çdo lloj zëri tjetër që vjen për ndryshim brenda PD-s. Për të rikonfirmuar akoma më shumë leadershipin. Pra, i bëjmë këto protesta për të thënë që shiko, ne mbledhëm 10.000 njerëz, 20.000 njerëz këtu në shesh dhe dihet tashmë kush është lideri dhe nuk mund të ndryshohet lideri. Dhe në rastin konkret, unë personalisht e kam thënë gjithmonë që tashmë se nuk duhet ta huazoj, por duke qenë se ka rënë përfundimisht Neni Basha, tashmë është Neni Lmuli, i cili fatikisht kushdo që takohet me qytetarët, me antarët e Partisë Demokratike përjashtohet ose vetë përjashtohet, se ku ka dalë ky term, është interesant shumë, është për të studiuar madje, besoj nga analistët politik. Avokat ka dalë, jo, nuk ka lidhje, është interesant shumë. Ky vetë përjashtimi dhe në mënyrë absolute tashmë ka vetëm një mënyrë se si mund të vegetosh. Do duhet të vendoset një nen. Është më ndershëm në politikë të vendoset një nen, sidomos Partia Demokratike edhe për qenë të drejtë, për qenë të drejtë dhe me qytetarët dhe me ata që do të votojnë. Ka një nen që duhet vendoset, që duam apo s'duam, kryetari i Partisë Demokratike derisa Zoti t'i japi jetë, do të jetë Zoti Sali Berisha. Çfarë problemi ka? Ta pranojmë këtë lloj gjëje dhe mbyllim. Madje nuk do kemi as sharës më pagesë në Facebook. Nuk do kemi as problem kush e prek kryetarin se shiko se bëjmë namin, kush prek legjendë, kush bën atë, kush bën këtë etj. S'ka nevojë më për këtë. E kemi mbyllur këtë histori. Kryetari do të jetë ai dhe hajtë shikojmë se çfarë do vojnë në nivelet e dyta, të treta, katërta partisë etj. Sepse është kot që flasim. Është absolutisht bëjmë një, po themi, një narrativ, një diskurs i cili nuk ka asnjë lloj vlere brenda asaj partie në këtë lloj mënyre që do të jetë.
Madje edhe kjo, e gjitha kjo bëhet duke pas parasysh edhe lëvizjen e fundit fatikisht Salajit, i cili fatikisht me mënyrën e vet, po mundohet që të bëjë këtë lloj politike, që qaset po themi elektoratet në këtë lloj mënyre, ose më themi antarëve të Partisë Demokratike, në gjykimin tim nuk ka asgjë për të humbur, absolutisht, të shikon si një forcë që ka, si një pushtet që ka, po themi personal në kuptimin e marrëdhënies me antarët e partisë, do ta shfrytëzoj dhe do vazhdoj, po themi, që të kërkoj sa më shumë mbështetje, do të jetë një zë ndryshe brenda asaj partie, në sjetull, mbrapa, anash etj. Këto nuk e di, do ta shohim në ditët apo në muajt në vazhdim, por gjitha kjo është vetëm thjesht për të konsoliduar pozicionin dominant në parti dhe për ta menaxhuar atë parti, për ta komanduar siç kanë bërë deri tani. Avokat falenderoj, Arber. Faleminderit. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.